Interi ka ndryshuar pronësi, duke kaluar nga amerikanët te kanadezët. Fondi investimeve Brookfield ka bler 100% të aksioneve të Oktri. Me këtë transakcion, Brookfield bëhet pronari i ri i drejt për drejt i Oktri dhe si rrjedhoi kontrollon edhe klubin italian të Interit, të cilin Oktri kishte marrë në zotërim në maj të vitit 2024. Kalimi i pronësisë është pjesë e një procesi që ka nisur prej disa vitesh. Brookfield kishte bler shumicën e aksioneve të Oktri 6 vite më parë dhe tashmë zotëron të gjithë fondin, i cili vlerësohet në rreth 11.5 miliard dollar. Për rrjedhoi, ndryshimi aktual është më shumë një riorganizim korporativ sesa një ndryshim i drejt për drejt në strukturën e pronësisë së klubit italian. Te Interi nuk pritet të ketë ndryshime në strukturën drejtuese, ku do të mbetet president Beppe Marotta.